përdorimit të gjakut, normalisht që bëhet nga persona të shëndetshëm, vullnet mirë, që ndihen mirë psiqikisht, fizikisht. Po këtu normalisht që e kemi një rregull, për shembull tek femrat ose femrat kanë të drejtë të dhurojnë gjak çdo 4 muaj, ndërsa mashkujt çdo 3 muaj pa kurfar problemi. Vërtet ka pak, mos të them, sepse vërtet duhet me pas ma shumë transfuziolog se kërkesat për gjak dhe produktet e gjakut asnjëherë nuk ndalen. Janë benefitet shëndetësore që gjendja domethënë emocionale, akti human, mandej lirohesh prej stresit, të gjitha ata persona që kanë probleme të ndryshme, sidomos me hipertension, stabilizohet tensioni, rritjet e vlerave të trigliceridëve ose kolesterolit, po ashtu prap këta persona vetëm nisin me i stabilizu ato vlera.